Kam një ide. Molla është një frut I shijshëm dhe shumë I shëndetshëm. Prandaj sot do të flasim për vlerat e mollës. I'm so hungry. What are you hungry for? I like to eat apples and bananas. I like to eat apples and bananas. I like to eat apples and bananas. What are bananas? I like to eat apples and bananas. What's an apple? I don't know. I thought you know. I like to eat. Po, çfarë vlerash përmban molla? Do ishte mirë që ne të mësoni më shumë rreth saj. Si mendoni o fëmijë? Po! Molla ka vitaminë C për imunitet më të fortë. Molla ka antioksidant që mbrojnë trupin ton dhe ndihmojnë trurin për zhvillim. Ne duhet ta konsumojmë mollën në mëngjes. Ajo na jep energji për të mësuar dhe luajtur. Mund të ham edhe si mesvak të shëndetshëm. Ajo na forcon trupin dhe na mbron nga sëmundjet. Të bën mirë për zemrën sepse ul rrezikun e atakut kardiak. Ajo përbën kalim dhe muskuj për zemrën. Molla ndihmon zëret të punojnë më mirë. Molla ka shumë ujë dhe pak kalori. Ajo përmban fibra dhe na ndihmon të ndihemi të mbyllur. Në botë ka shumë lloje mollësh. Ajo nuton ujë sepse ka ajër brenda. Lëkura e mollës ka shumë vlera ushqyese. Ka mollë të kuqe, jeshile dhe të verdha. Disa janë më të ëmbla, disa janë më të tharta, por të gjitha janë të shëndetshme. Ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό το κάνει πέρα. An apple a day keeps the doctor away. Një mollë në ditë I thot doktorit tik.